Ndërsa për Selinin, do më vinte shumë keq të ikte në radhë të parë për mënyrën se si do i shërbente për eksperiencën e saj personale, edhe për individin e saj në tërësi, mënyra se si po e pjek, mënyra se si po rritesh ti këtu dita ditës, ndoshta pa e kuptuar, jam i bindur që do të çonte në ujëra të tjerë. Plus, për të të ndihmuar, për të të dhënë një dorë që ti të shpërfaqësh ca aftësi të tua të ca dëshirave të vogla që mua mi ke shprehur, edhe të shkosh edhe ta kanalizosh veten drejt asaj rrugës që ti realisht ndëron të shkosh. Për veten time nuk do më vinte keq fare nëse do largohesh. Pse? S'do më vinte keq. Nuk e pranoj si cikël, jam shumë i hapur domethënë për çfarë do lloj vendimi, nuk dua as ta justifikoj veten, as kontradiktor pak se bisedat tona ke thënë që do të vite keq patjetër. Do më vinte keq për mënyrën se si dola në nominim. Mbase është ka atë momenti që ai e kupton atë. Jo, se sigurisht nuk është ai momenti. Unë sigurisht kam shumë çfarë të shfaq të tjera, sigurisht jam në një moment që loja për mua ka filluar në një mënyrë pak më intensive dhe jam i bindur që do kisha mundësi që përveç aftësive që kam treguar. Po, do t'i them, nuk e mbyllë më aq. Jam i bindur që kam të tjera gjëra që tregoj, kam eksperienca të tjera, ndoshta mund të kem edhe ndonjë kaos të caktuar për të ndodhur, por që nuk e kam bërtitur për të mos u dukur patetik, po kam dashur momentin që të më vi muhabeti shumë natyrshëm për ta treguar dhe për ta shfaqur. Mendoj që kam eksperiencë jetësore të mjaftueshme për të shërbyer si shembull qoftë për të rinj që duan të ndjekin këtë lloj rruge, qoftë për njerëz domethënë që kanë gabuar, janë thyer në jetë dhe kanë sakrifikuar. Dhe plus pjesa e lojës përfshirja pak më e thellë në ngritjen e situatave apo në të gjithë dinamikat apo sfidat apo çfarë do lloj gjëje që përfshin kjo lojë, plus edhe për trampolinën që do të më shërbente mua kjo shtëpi, sepse mendoj që kam edhe aftësi të tjera për të shfaqur, që mund të më vlenin pas mbarimit të kësaj eksperience. Keq më vjen për mënyrën se si sa ja u thash edhe në fillim që nuk jam treguar agresiv. Edhe besoj se më lexohet që nuk jam tipi i asaj natyre, besoj se më lexohet që ka qenë komplet pa dashje nga ana ime ajo dhe pa asnjë lloj tendence. Dhe e vetmja breng që mund të më mbetet është arsyeja pse dola në nominim. Por edhe në qoftë se ndodh që unë të largohem nga kjo shtëpia, jam i bindur që diçka të mirë ja kam marrë, edhe do të di si ta shfrytëzoj, sepse ky është një format që unë e them nga eksperjenca, unë kam kaluar vetëm një herë këtu dhe jam komentuar shumë. Kam ndetur 5 minuta dhe më ka shërbyer domethënë për t'i dhënë vetes një katapult. Jo më një javë, 2, 3, çon se ka. Do të dalësh? Po atë kam bërë vjetë dhe më ka ngritur në një stad tjetër. Kam bërë një personazh vjetun këtu, edhe më ka rritur emrin. E ke bërë kështu si humor, si portokalli, çfarë? Imitoja një nga personazhet. Pak a shumë si sfida